Dolce e kishte vizatuar Maldiven në mendje shumë kohë përpara se ta thoshte me zë. Ishte bërë si një strej e fshehtë brenda kokës së saj, uji i kaltër si xham, rër e bardhë që nuk djeg, shtëpiza druri mbi det dhe një qetësi ku nuk ka kamera, as mikrofon, as zëra që gjykojnë. Një natë, teksa rinin në divanin e sallonit, ajo ju afrua Limit dhe i përshpëriti. Kur të dalim prej këtu, dua të zhdukemi diku larg. Vetëm unë dhe ti. Ai qeshi. Ku? Në hën? Jo. Në Maldive. Fjala mbeti pezull mes tyre si një premtim që kërkonte guxim. Ideja që u bë ëndër. Që nga ajo bisedë, Maldive u bë tema e tyre e fshehtë. Kur të tjerët flisnin për finale, për famë, për projekte televizive, ata flisnin për det, për mëngjese pa alarme, për net ku askush nuk i filmon. Unë do t'i pres biletat, i tha një ditë Limi. Dhurat prej meje. Dolce e pa me sytë që i shkëlqenin. Mos bëj shaka me gjëra të tilla. Unë me zi po pres me dal e me ik. Seriozisht e kam, ju përgjigj ai. 2 javë larg krejt dynjas. Ajo ndjeu një dridhje të ëmbël. Në atë shtëpi ku çdo gjë ishte lojë, për herë të parë diçka tingëllonte e vërtetë. Hartat e imagjinatës. Netëve vonë, kur banorët e tjerë flinin, ata uleshin në obor dhe ndërtonin udhëtimin e tyre me fjalë. Do zgjohemi pa orë, thoshte Dolce. Do pim kafe me këmbët në ujë. Unë do të mësoj të notoj si njëri normal, ja kthente Limi me humor. Ti vetëm di me u zhyt në telashe, që është ajo. Ata nuk kishin asgjë konkrete, vetëm një ëndër që rritej sa herë shtëpia bëhej më e rëndë. Shtëpia që të bën të ikësh. Brenda Big Brotherit gjithçka zmadhohet, xhelozia bëhet stuhi, fjala bëhet armë, heshtja bëhet burr. Dolce e ndjente se po lodhej nga roli i saj. Nuk donte më të ishte vajza provokuese e spektaklit, donte të ishte thjesht një grua që ecën zbathur në rër. Limi e kuptonte pa ia thënë. Ne s'jemi për këtë vend, i tha një mbrëmje. Këtu njerëzit dashurojnë për kamera. Po ne, e pyeti ajo. Ne po duam me ik prej tyre. Dhoma e rrëfimit. Dolce foli hapur para Bigut. Kam një plan kur të dal. Dua të shkoj në Maldive me Limin. Të haroj gjithçka. Këtu po më ha ajri. Produksioni e pyeti nëse ishte e sigurt për të. Ajo buzëqeshi. Për herë të parë jam shumë e sigurt. Biletat që ende s'ekzistojnë. Limi filloi ta përmendte para banorëve. Unë sa po të dal, punën e parë kam me i pre biletat. Disa qeshnin, disa e merrnin si strategji loje. Por për ta nuk ishte loje. Ai e imagjinonte momentin kur do shtypte konfirm Purçase, emrat e tyre në ekran, datën e nisjes si derë e re. Frika e ëmbël e Dolces. Megjithatë, Dolce kishte edhe frikë. Çfarë nëse jashtë nuk janë njësoj? Çfarë nëse Maldive mbetet vetëm fjalë? Një natë ja tha. Mos po ndërtojmë kështjella rëre. Limi ja kapi dorën. Edhe po u rrëzuan, i ndërtojmë prapë. Por së paku provojmë. Biseda me hënën. Ajo shpesh dilte vetëm në obor dhe fliste me vete. Me zi po pres me dal e me ik. Me u zgju pa mikrofon, me ec pa ume. Ora shënonte 02:13. Në shtëpinë e Big Brotherit nata nuk është kur plotësisht natë. Dritat e zbehta blu rrinë ndezur si sy që nuk mbyllen, kamerat lëvizin ngadalë, ndërsa banorët përpiqen të harrojnë se po shihen edhe kur marrin frym. Claudine, Londrimin dhe Elionën i kishte zënë gjumi në dhomën e madhe. Ishte nga ato net kur lodhja e javës bie mbi trup si batanie e rëndë. Pas një spektakli të gjatë, me debate e nominime, askush nuk kishte fuqi as për të folur. Eliona ishte shtrirë në mes, paksa e mbledhur, me këmbët e përthyera. Claudine nga ana e djathtë, Londrimi majtas. Një pamje e zakonshme për publikun, shok loje që flen pranë njëri tjetrit pa menduar shumë. Por asgjë në atë shtëpi nuk është kurrë plotësisht e zakonshme. Lëvizja e gabuar. Në gjumë njeriu nuk është më banor, as personazh. Është thjesht trup. Eliona pa vetdije u kthye nga ana tjetër. Një lëvizje e vogël, instinktive. Gjuri i saj u përplas pa dashje pikërisht në vendin më të ndjeshëm të Claudit. Ai u drodh fort.
Në fillim askush nuk kuptoi gjë. U dëgjua vetëm një rënkim i mbytur, si zë që kërkon të dalë por nges në fyt. Uf! Pastaj heshtje. Klodi u përpoq të merrte frym, por ajo i nuk i bindej. Trupi i tij u mblodh përpara, duart ju kapën pas çarçafit. Syt ju hapën me frikë. Panik në errësirë. Lëndrimi u zgjua i pari. Çka ki bre? Përshpëriti i hutuar. Klodi nuk fliste dot. Vetëm bënte me shenjë nga gjoksi, fytyra po i zverdhej. Eliona u ngrit e trembur, pa e ditur ende çfarë kishte ndodhur. O Zot, çfarë ka? Tha ajo. Në dhomë u krijua kaos i heshtur. Kamerat u fokusuan menjëherë. Regjia ndezi dritat pak më fort. Klodi u përkul përpara, duke u përpjekur të merrte ajër me gulçe. Dhimbja e goditjes i kishte bllokuar frymëmarrjen për disa çaste, ato sekonda që duken si vite. Ndjenja e fajit. Eliona filloi të dridhej. Unë i rash, a? Zëri i saj u hollua si fije. Lëndrimi i vuri dorën Klodit në shpinë. Qetësohu vëlla, merr frym ngadal. Nëga. Altoparlanti u dëgjua zëri i produksionit që kërkonte ndërhyrje mjekësore. Hapat e shpejt në korridor e prishën heshtjen e shtëpisë. Eliona nuk dinte ku të futej. Ta shpifsha natën zdeshta, betohem zdeshta. Ajo e preku në krah, por kishte frikë se mos e lëndonte edhe më shumë. Sekondat që peshojnë. Klodi më në fund mori frym thellë. Ajri ju kthye në mushkëri si uji i ftohtë pas etjes së gjallë. Jam mirë, përshpëriti me zë të ngjirur. Por syt i kishte ende të mbushur me lot refleksiv nga dhimbja. Mjeku i shtëpisë hyri shpejt, e kontrolloi, i bëri disa pyetje të thjeshta. Nuk kishte asgjë serioze, vetëm një goditje e papritur që i kishte marrë frymën për momentin. Megjithatë frika kishte bërë punën e vet. Dhoma që u bë gjyq. Të nesërmen ngjarja u bë tema kryesore. Disa qeshnin me siklet, disa e egzageronin, të tjerë e shihnin si diçka të rrezikshme. Arbeni tha në kuzhinë. Këtu edhe gjumi po u bë sport ekstrem. Mira e qortoi. Mos u tall, njeriu de. Biseda mes tyre. Pasdite, ajo e mori mënjan në obor. Klod, më fal. Nuk po më del prej mendjes. Ai qeshi lehtë, ende pak i zbeth. Mos u çmen. Aksident ishte. Po më duk sikur po vdisje para meje, tha ajo me sy të lagur. Klodi e pa gjallë. Në këtë shtëpi ne i bëjmë dramat më të mëdha se jeta. Jashtë kjo do ishte veç një histori për me qesh. Por Eliona nuk qeshte dot. Net pa gjumë. Ajo filloi të kishte frikë të flinte afër dikujt. Shtrihej në cep të krevatit, e ngrirë si statuj. Çdo lëvizje e trupit i dukej rrezik. Në dhomën e rrëfimit pranoi. Më ka kapur një ankth i çuditshëm. Po mendoj vetëm momentin kur smerte frym. S'dua me u bë arsye e dhimbjes së askujt. Produksioni e qetësoi, por mendja nuk bindet lehtë. Klodi flet hapur. Edhe Klodi vendosi të flas para kamerave. Nuk dua që Eliona të ndihet fajtore. Këto janë gjëra që ndodhin. Më shumë më friksoi ideja sa e brisht është fryma e njeriut. Fjalët e tij e zbutën atmosferën. Publiku jashtë filloi ta shite ngjarjen me më shumë njerëzi se sa sensacion. Misia pas frikës. Çuditërisht, aksidenti i afroi. Ata filluan të flisnin më shumë, të pinin kafe bashkë në mëngjes, të bënin shaka për gjurin vrasës, siç e quante lëndrimi. Por poshtë humorit rrinte një e vërtet, brenda asaj shtëpie, edhe gjërat më të vogla marrin për masa gjigante. Reflektimi i Elionës. Një mbrëmje ajo shkroi në ditarin e saj imagjinar. Mendova se këtu do luftoja me të tjerët, por po luftoj me veten. Një lëvizje në gjumë më tregoi sa lehtë mund të lëndojmë pa dashur. Ndoshta kjo lojë nuk është për të fituar, por për të mësuar sa njerëz jemi. Spektakli i së premtes. Moderatorja e riktheu temën live. Eliona, si e përjetove? Ajo mori frym thellë. E kuptova sa e rrezikshme është të harrojmë se përballë kemi njerëz, jo personazhe. Unë u tremba më shumë se Klodi. Klodi ja kapi dorën. Jemi mirë, tha. Edhe gjuri, edhe unë.
Publiku qeshi, tensioni u shkri. Ora 2, por ndryshe. Javë më vonë, ora sërish shënoi 2 të natës. Të tre ishin prapë në të njëjtën dhomë. Por tani para se të flinin, Eliona tha me humor. Kush më afrohet, mban përgjegjësi personale. Lëndrimi qeshi. Vendosim tabela, zonë e rrezikshme. Klodi mbylli syt i qetë. Frika ishte kthyer në kujtimi në mësim. Çfarë mbeti nga ajo natë? Ngjarja u harrua nga titujt, por jo nga ata të tre. Ajo ua kujtoi se pas lojës, pas strategjive, pas famës, mbetet vetëm trupi i njeriut, i brisht dhe i vërtet. Dhe se ndonjëherë një aksident i vogël të mëson më shumë për jetën se çdo spektakël madhështor. Kilometri i fundit i Albës. Alba e mbante telefonin e fikur në dorë, sikur brenda tij të rrite ende zëri i limin. Ishte nata para spektaklit vendimtar. Në shtëpinë e Big Brotherit dritat nuk fiken kurrë plotësisht, gjithmonë mbetet një shkëlqim i ftohtë që të kujton se dikush po të sheh, edhe kur ti do të jesh vetëm me mendimet e tua. Ajo ul në cep të krevatit dhe i përsëriti me vete fjalët e tij, ato fjalë që ja kishin lexuar në dhomën e rrëfimit si mesazh nga jashtë. Bëhu e fortë. Merri para të gjithë. Bëru në dukje gabimet që bëjnë në lojë kundërshtarët. Unë të njoh mirë ty dhe forcën tënde. Jepi forca në kilometrin e fundit. Unë do të mbështes nga jashtë. Ti je më e mira. Forca. Çdo fjali i binte në gjoks si rrahje zemre. Por Alba nuk ndiej më e mira. Ndiej e lodhur, e zbrazët, sikur dikush ja kishte pirë gjithë dritën. Shtëpia që të ha ngadalë. Në fillim, kur kishte hyrë, ajo kishte qenë stuhi. Qeshte me zë të lartë, debatonte pa frikë, i shite kamerat drejte në sy. Publiku e donte atë version. Pastaj ditët nisën të bëhen njësoj. Kafja me shije metali, debatet për gjëra pa rëndësi, buzëqeshjet fallto, përqafimet strategjike. Njerëzit aty brenda nuk ishin më shok, ishin kundërshtar të veshur me pijame. Dhe mbi të gjitha ishte mungesa e limit. Ajo e kishte nënvlerësuar. Mendonte se dashuria e tyre ishte e fortë mjaftueshëm për të mbyllur në një ekran. Por askush nuk të tregon sa e zhurmshme është vetmia kur je i rrethuar nga njerëz. Dialog me pasqyrën. Një natë, teksa po hiqte grimin, Alba foli me reflektimin e vet. Ku je ti? I tha vajzës përballë. Pse po fshihesh? Pasqyra i ktheu vetëm sytë e lodhur. Ajo mendoi për ditën kur kishte vendosur të hynte në Big Brother. Donte të provonte veten, të tregonte se nuk ishte thjesht e dashura e limit, por një grua me zë, me mendime, me karakter. Tani ndjente se po bëhej pikërisht ajo prej së cilës kishte ikur, një hije e vetes. Mesazhi që e përmbysi. Kur produksioni i lexoi fjalë. Te e limit, shtëpia heshti. Disa banor ulën kokën, disa bën sikur nuk dëgjuan, disa u bezdisën që ajo po merrte vëmendje. Por Alba u drodh. Ato fjali nuk ishin thjesht mbështetje. Ishin kujtesë se jashtë dikush e njihte më mirë se çdo kamerë. Mira ju afrua. Ky të do marrëzisht. Po unë apo e meritoj, i u përgjigj Alba. Ajo natë ndau në dysh, të dilte dhe të vraponte te krahët e tij, apo të qëndronte e të luftonte siç i kërkonte ai. Lufta e fundit. Të nesërmen u zgjua ndryshe. I lidhi flokët fort, veshi një bluzë të zezë dhe doli në obor si dikush që ka marrë vendim. Në tavolinë plasi debati i radhës. Arbeni po përpiqej ta ulte para të tjerëve. Ti luan viktimën, i tha. Publiku nuk i do lotët. Alba e pa drejt në sy. Unë nuk jam viktim. Por ti po luan pisët. Po i kthen njerëzit kundër njëri tjetrit dhe pastaj fshihesh pas buzëqeshjes. Shtëpia u trazua. Ishte Alba e dikurshme, ajo që nuk përtypej. Fjalët e limit po merrnin formë brenda saj. Kilometri i fund.